49 vjeçaria shqiptare gjendet e mbytur në kanalin e Korinthit. Greqi, trupi i gruas që u gjet duke lundruar në Istminin e Korinthit është identifikuar sipas mediave greke. Bëhet fjala për një 49 vjeçare me origjinë shqiptare. Autoritetet kompetente po hetojnë rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja. Autoritetet u njoftuan për trupin e një gruaje që u gjet duke lundruar në kanalin e Korinthit pak pas orës 8 mëngjesi të mërkurës në 15 korik. Sipas një deklarate zyrtare, trupi u nxor nga një varg private me oficer të rojës bregdetare në bord. Gruaja u mor më pas nga një ambulancë e kap dhe u transportua në spitalin e përgjithshëm të Korinthit. Sipas informacioneve, trupi i gruas u identifikua nga një afërm, siç rezultoi ajo është një grua 49 vjeçare me shtetësi greke me origjinë nga Shqipëria. Autoritetet kompetente po hetojnë rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja rënd.